Bravo, Bindi! Bravo, bravo, bravo! Ej, emisioni dytë. Master Service Chef. Kur ka fillu si ide, kërkush se ka besu që ka me u bo. Para disa vjetëve, kom të regu në emisionin e kalumë, me 30 nëntor, kom të regu që ka fillu këtë kjo ide, jo rasisht për të regoj se nuk o një projekt që ka bo tash për tash. Të dhëtë para shumë vjetëve ja ka fillu si ide, prej visat dhe mollit, producentit, autorit, edhe që u bo i dyti. A për shë? Të thëtë kur njeri diçka dënë, dashurën e bërë me knatësin më të madhe, me dashnin më të madhe, s'ka të qare pa u bo. Mirë se përtakojemi miq dashton të Radio Televizionit Publik Kosovës dhe gjithë ju që më vetëm keni fillu me u bo mist edhe të emisionit Master Service Chef. Gjithë ju fëmi, familje, të gjithë që të në ndjek, uroj që kemi mjërë këtu edhe kemi mjërë të regu gjanat bukra në këtë emision. Gjanat vlefshme cilat nuk janë veç arktim, muzik, me qesh, me bo ushqim, por edhe të gjithë së bashku me mësu diçka të re. Sepse çdo ditë sa të jetojmë na mësojmë. Miq të mi dashur, këtu është një ekip super i madh. Por e gjithë kjo s'kishte pas mundësi mu bo asnjëherë pa partnerët tanë të cilët neve na kanë përkra për me realizu këtë projekt madh gjigant. E falenderoj Yasin Metal, një prodhues vendor i pajisjeve industriale premium të gastronomisë, krejt që ka shini këtu pajisje profesionale të gjitha këtu. Janë të punuara, prodhuara nga giganti Yasin Metal, një eksportues shumë i madh në botën e jashtme. Po dhe ato pjatat aty apishini. Edhe ato janë sjell nga Yasin Metal. Falenderit Vaj Floil, një prodhues vendor i vajt i cili kvalitet po se po është e jona. Gjithçka që është e jona është më e mirë. Falenderit edhe White Garden. White Garden, ky ambient superior, fantastik, që si partner shumë besnik na ka bo pjesë të shtëpisë vet. Edhe ky emision po realizohet në ambientit e super vendit. Fantastik, ekskluziv. White Garden. Falenderit Minex. Minex nga Ferizaj, një kompani e jashtëzakonshme. Shumë falenderit për përkrajen. Falenderit shumë Tenda 3, krejt, e vërtet që krejt jenë me një vend. Krejt i kitë të Tenda 3. Artatex Group, një prodhues gjithashtu vendor i tekstilit i jashtëzakonshëm. Shumë falenderit Artatex Group. Princi Arbrit, një hotel fantastik me një emër edhe më fantastik, Princi Arbrit. Falenderit shumë Premio. Premio një kompani e cila në fushën e ushqimeve edhe të industrisë ushqimit është jashtëzakonshme. Falenderit edhe Prishtina Gas. Jo veç gas, siguri absolute në çështjen e gasit. VG Dekor. Gjithçka që lidhet me dekorin, me bukurinë, me ilustrimin, VG Dekor është jashtëzakonshëm. Ducato di Mantova, oriz e gjëra tjera të jashtëzakonshme që ato mund është veç Ducato di Mantova mi gjetë, të tërkonsumizim. Eurover, fantastik, prodhues vendor, prodhues i miellit. Miell, pitja fantastike del. Organic Fruits. Kjo është Organic Fruits. Falenderoj shumë për partneritet që na sjell gjithmonë perime dhe pemë të freskëta, si me i nxjerr prej bashkës të gjyshës. Edhe Agronika. Agronika është një kompani jashtëzakonshme që mirët me kultivimin e erëzave, erëza të cilat janë super bio, që në saksi janë erëzat. Këto garuesit konkurentët kanë me marrë prej saksisë. Edhe shoqata për promovimin e hotelerisë dhe turizmit në Kosovë. Falenderoj shumë edhe juve për mbështetjen e bashkëpunimin. Miq të mi dashur, pa humbur kohë, unë ftoj në skenë antarët e Eurisë. Të shojmë njerë videot se kush janë antarët e Eurisë.
Unë jam Naim Bashmili, kryetari i jurisë Master Service Chef. Unë jam Adelin Jashari Biklic, antare e jurisë Master Service Chef. I'm Vlatko Ognenovski, I'm judge of Master Service Chef. I ndjekëm se kush janë antarët e jurisë, e tash po i ftoj një nga një. Nga Elbasani na vjen shef Naim Bashmili, kryetari i jurisë. Tjeta, mi brëma, si vazhdesi, kemi pra bashkë, sepse ndoshta nata e parë kishte emocionet e veta. Nata e dytë shkon balet. Hera e dytë është Nata e parë, gjithmonë është hera e parë, pak më emocionet, garusë emocionet. Mirë kalove për Balcanit prap? Prap shumë mirë. Ani, shtëpi tënde je. Po, gjithmonë Kur do të lutem, faleminderit. Hadi. Faleminderit. Pas shef Naim Bashmilit, e kemi zonjën Adelina Jashari Biklic nga Prishtina. Shumë faleminderit. Juri pa një femër aty, diqysh femëra rregullon tavolinën, e zbukuron vendin. Nga Shkupi, na vije shef Vlatko Ognenovski, antar i jurisë në Master Service Chef. Welcome back, my friend. Welcome back to Kosovo. Let's eat good food. Yeah, let's eat good food. Me akli me hunger, Vlatko. Bukur shumë. Unë, me ime i ledzu si vit edhe kush janë antarët e jurisë, edhe në emisionin e kaluar kam thonë që do të me metë shumë gjatë. Ne kemi dy konkurrentë sot që vinë. Shpresoj që kanë me kalu mirë, shpresoj që s'ka me pas emocione, edhe shpresoj që këtë emision, jo vetëm këta konkurrent, po të gjithë e kuptojnë si të tyrin. Nuk është rëndësishme kush merr më shumë pikë, kush nuk merr. Rëndësi është me u shfaq para publikut se është e fjala që gjithmonë duart e arta që na ushqejnë në restorante nuk e dim kush janë ata. Kështu që ky emision i shfaq para publikut. Unë quhem Aranet Reqica, jam 27 vjeçar, përvoja ime në kuzhinë është 10 vite, si shef kuzhine jam që 3 vite, dhe synimi im që të fitoj është gorën Master Service Chef. Unë quhem Valmir Gashi, vip i Dronasit, shef kuzhine jam që 13 vite, dhe synimi im është për me fitu titullin e madh. Ftoj konkurentin e parë, Aranet Reqica. Mirë se erdhe. Si gjeta. Urdhë të lutëm boksin tënë. Pas Arianitit, radhën e ka. Konkurenti i radhës e që është Valmir Gashi. Se erdhe Valmir. Se erdhe, suksese. Urdhë të lutëm. Mirë, kemi Arianitin edhe Valmirin. Dy djemë fantastik. E tash edhe njëherë pja o spjegoj rregullat e garës. Fillimisht do të na vije produkti nga kamarierët. Produkti bazë me të cilin do të gatuhet. Do të thotë baza. Në emisionin e kaluar patëm peshk. Ta shohim se çfarë do të kemi këtë emision dhe
momenti që vije produkti bazë nga kamarierët tanë, nga gëzimi dhe nga drini kamarierë i White Garment, mos të harroj. Edhe aty e kuptojnë garuesit se çka kanë për bazë që do të gatuajnë. Herën e kaluar thash ishte peshku, tash nuk e di. Pasi që askush nuk e din se çka është baza përveç anëtarëve të jurisë. Janë ata që vendosin se çka do të jetë baza në gatim. Pasi të vendoset se çka është baza në gatim, garuesit apo konkurrentët, më thonë më mirë, shefat i kanë 3 minuta kohë që ta përgatisin recetën e tyre. Mirë po, ta kemi parasysh, sepse në emisionin e parë është keq kuptuar. Receta duhet t'jetë e plotë, edhe me produktet, edhe me erëzat, edhe me perime, apo pemë, çka do që ju përdorni nuk e dijen. Do të gjitha duhet t'jenë në recetë. Momenti që e përfundon recetën, para 3 minutave, kete drejt me ngrit dorën me thonë e përfundova, ose ndoshta e përfundoni të dytë, para kohë, edhe vazhdojmë me pjesën tjetër. Pjesa tjetër është 60 sekondëshi. Pasi që juria kontrollon recetën edhe vendos të është në rregull, atëherë vazhdojmë me 60 sekondëshin, është koha kur ju i keni vetëm 60 sekonda në këtë tregun tonë këtu me u furnizu me produktet që ju duhen. Momenti që bëhen 60 sekonda, nuk ke drejt me marë asgjë më shumë. Për atë arsye është pak sfiduese, por gjithmonë është bë këtë kjo rregull nga fakti që nëse keni klientel që të vjen në restoran, edhe duhesh me shërbi shumë shpejt, ndoshta edhe ma pak se 60 sekonda i kemi furnizu. Por kjo emision ka edhe një veçori shumë të mirë, që kuzhinierët, shefat, nuk kanë bëjnë gabim të madh nëse udhin shumë produkte. Do të thotë kjo është me eduku qytetarët, me eduku edhe kuzhinierët, shefat e arshëm, të ri që janë, me eduku që nuk do të thotë vetëm me pregadit një ushqim. A, profesor Naima, që është? Çto është? Edhe ideja është që me kursy, me përdor atë sa ke nevojë, jo me përdor si për shembull çifti jam me hi me pregaditësh. Hapës. Kur da? Dal kostoj e pjatës. Dal kostoj e pjatës. Që mos abuzohet me kostën. Patjetër. Dhe momentin që e përfundoni atë 60 sekonda, atëherë juria e sinjalin që jemi gati, 40 minuta i keni për të filluar garën. Që jeni kështu me emocione? Shumë A mirë. keni emocione, drejt kallëzëm. Faktikisht është pak një farloj emocione, po e të kalueshme. Qëre, fillimisht për juve është një bravo e madhe që keni arë këtu. Një bravo e madhe që keni mbri me u klasifiku prej shumë vetëve që kanë djemë e vajza që kanë konkuru, do thotë jeni 2 prej atyne që janë pranu me marë pjesë në këto garë. Mirë, a jemi gati me pru edhe bazën për çka do të përgatitet sot? La, bellissima! Ha? Pa, qa kësha më në stash. Mishi. Kjo, po thot, rezia është ekskluzivisht për rezi. Iqi. Pa kalu ka dur të mija harroj e rezia. Mirë. Më falni. Alamiti shkëgër. Kjo mos gabofsha, Jam mesetar. është mish vici biftek, apo? Biftek, që gëzimi pëdim.
Sole divi që është mirë, se se marrë vesh më shumë. Në rregull. Juria, a munden me i marrë pjatat konkurentët? Të dy Në konkurrentë. rregull. Gzimi edhe Drini, dy kamaria tonë Si mbari. jashtëzakonshëm. Gati edhe për minut. Urdhë? Pasi kanë marrë pjatët, Po, dhe në pjesën e përgatitjes po, menus. përgatitja e recetës. A mundemi me shku me minutazhën Po, për recetën? se kemi... Regjia, jemi gati? Përgatitjet janë gati. Regjia. 3 minuta. 3 minuta. 4, 3, 2, 1. Shkojmë. Mirë, ko është një farë emocioni që kjo shkrimi i recetës? Ty varet gjithçka gjatë punës pasaj, sepse në momentin që ti mund ndarrosh diçka pa shkruar, nuk ke mundësi ta marrësh. Sepse nuk e ke shkruar ke menuja. Po. Ke receta. Pra, qysh këtu fillon Gara. gara. Dhe për mua është pjesa më e rëndësishme. Menuja. Sepse ti mund të shkruash për shembull diçka që vaj, nuk mund ta shkruash pastaj me çfarë të gatuash. Apo Receta, janë dalit. receta ta, jo menyja. Receta, po. Përgatitja e recetës në kjo pjesë e garës. Mirë, mirë. Përfundoj ai. A e ke përfundu? Në rregull. Valmiri e ka përfundu recetën. Mundemi edhe me ja dërgu Juris recetën. sjellën. So, që unë ja dërgoj, s'ka problem. This is Valmir. Kjo është Valmir Gashi. Në pjesën e përtej me perinë, okej. Brokull, është në rregull? rregull është. Në rregull. Puder, spanaq, marin. Shek, shek, Shake, shek. shake. Po me granate. Lemon, Po me portokall. granate. Po mo. Tregoj shake. Ah, pomegranate. Shake, I didn't know. Puder, I know. Vlatko, Vlatko. this is Shega, my friend. I don't know. I miss this word. You miss? Yes, I You miss learn this now. word. Shake. This is Shega. Now, more clever. Amani shake, Amani Sheg. Bravo. Reklam. shake. Bile. Edhe 20 sekonda. Në siguri ka shkruar këtë recetë. Edhe 30 sekonda. A e përfundove? Mirë shumë. E përfundoj edhe Arjaniti. Tri këtu vogël të... Arjanit? Shumë mirë. Qorë dhani? Janik. Pasi të filloj gara. Understand what? Kemi 2 mysafire të jashtëzakonshme. Është kryer Krimi pa dhe vetë. Janë fantastike. medium rare. Bile, njëra prej tëre, Tomate it's s'po tregoj ma mirë. Ma mirë befasi le tjetë. English. Le tjetë befasi. Kini specikuç. No? It's pepper, Broccoli. pepper, Patate. red pepper. Broccoli, potato. Red specicucci and Specikuç it's Piper. red potato, pepper. piper. Red. Red pepperoni. Sì, Big. red pepperoni, sì. Sate, me këtë të kuqe. Në me verë të kuqe. Tu, se ky akoma se ka këtu që e thëmë ne. Dyria, Vetë të kuqe. po gjapun të rona. Me Vino nero. E ka unë një shok një farë visar kryezijun. No, nero. A kli është me hongër shumë, po. Se din me t'i bo Balkan. vjen syaj. Balkan they say vino nero. Vene zez. Vene kuqe. me qive sa ka nga përska, po për përse dhe kjo. A kuqe is Do red. marrim pasaj, Vere kuqe. do ta komentoj pasaj. Dhe kuqe. A është në rregull? Dekorimi portokale, ka me duan. Gati sa ka vinë, do ta sjerim pasaj gjatë garës. Gjatë. Po. Po. A muj me fillu garën?
Po, mund t'i marrin ato, por djalin do t'i kishte bërë përbërëse siç i thamë ne që do t'ishin shkruajt komplet përbërësit e recetës. Sepse thot salcën e verës, por çfarë do jetë përgatitur salca e verës? Pra ka disa Salca e Verës. Verës Po do ta kishte shkruaj verë, jo shoqëri me verë, salcë verë, më kupton? Sepse ke pjesën e përbërësve. Po. Dhe kur themi që duhet marrësh shkruash recetën, dhe duhet marrësh përbërësit, duhet caktosh përbërësit që janë ke kjo recetë. Është vera, është pra gjitha me radhë që ke shkruar ti. Jo shoqëri me salcë vere. jo të përgjithshme. Sepse ne të kemi kërkuar salcën e verës mund të vish na shpjegosh ne kur të vish kur bësh prezantimin e pjatës, mund të thosh se salcë vere dhe e kanë përgatitur kështu. Por në momentin që themi shkruaj recetën dhe përbërësit, do të shkruash përbërësit e kësaj recete. Kush janë? Këto dhe shikoj nga ju mjaft që kripën, vajin, këto nuk i përmeni asnjëri ke receta, pavarësisht se ju mund t'i keni nëpër postet, por kur bëhet fjalë ke receta duhet të jetë të shkruar ke receta kjo. Më kupton? Dhe as ke njëri dhe të katër dhe javën e parë kur ishim dhe këtë javë, kjo është një që ne duhet ta kemi parasysh gjithë konkurrentët e tjerë. M'fali që kjo do të jetë gjithmonë ke pjesa e recetës. Kripa, piperi, gjitha këto që përdoret. Apo Adelina? Në rregull. Ndoshta edhe për një arsye që e din që ato janë të domosdoshme, mandej edhe harrojnë kësaj radhe t'u afalin, ha? Mirë, kjo është mirë për konkurrentët që do të vinë jave tjera, me pas parasysh që edhe kripa edhe të gjitha duhet me u potencu. A jemi gati? Jemi gati për fillimin e garës. Regjia, gati t'lutem ma bëj 60 sekonda furnizimi me perime dhe me pep, edhe me erza. 3, 2, 1, urdhëni. Kujdes, 30 sekonda. Merrni lirisht, çka të ka aty merrni. Për juve janë krejt ato. Qa e që fa spinasi i freskët, ha? Bravo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Përfundoj. Protokollin nuk e posh. Që poshtë e kili. Juria e vendos, nuk dijone. Komision do brokolli me marrë se mora es. A komenci pak brokolli me marrë edhon? Se po është e që edhon në të është. Gjazina imi, a ka mundësi pak brokolli? Ate gabimi ju ishe kjo që ju do të kishtë ardhë me, për pas që keni emocionet ato gjitha, do të kishtë ardhë me recetën me vete, do të ishit më të saktë. Edhe unë ku mbuhet njëjtin nga vjen, shef. Prandaj që. Po s'mundën marrë me recetën pasi që nuk e di çka është baza. Qa vjen, apo Jo, kuptan? tani kur erdhën që morën furnizime. Po me marrë recetën me vete që mi lexu. Furnizim që t'ishin sa më të saktë. Po e kam problem me majtë recetën edhe atë kësherë me i fut ato, problem. Edhe kish... Erën tjetër, vini me 3 dur, jo me 2 dur. Që gacë? Jes, të lejohet ma herë të dy djali. Vesh një herë. Ola me... E kryte njerë të ispëtët. Se kështë për të marrë? Në prokoll. Portokall? Prokoll. Brokull. Protokollin ke gjithë. Protokollin e morre. A, mere, shpejt. Hajde, po bëhet. Hajde, po bëjnë lëshime. Regull. Juria vendos, të se dion. A fillojmë me garën, Juria? Po, Jemi gati? gati. Po, pas me fillu me garën, kjo do t'jetë thirrje për gjithë konkurrentët e tjerë, për javë tjera në vazhdim, që do t'jenë më kujdesshëm në shkruajtjen e menus, recetës, dhe në marrjen e furnizimeve. Sepse është shumë e rëndësishme marrja e produkteve që do të duan ke receta. Kuptoj. Sepse mos dalin përpara aty dhe hutohen, sepse nuk është një supermarket shumë i gjatë. Po. Ndaj dhe juve, organizatorë bravo, sepse keni përmbledhur ato që janë të domosdoshme sa më tjetër. pak. Dhe pjesa këtyre që i kanë, ato që unë thash pak më parë, për shembull pjesën e kripës e këtyre ju nuk a keni kaluar në supermarket, por a keni lënë ke postet e punës. Ka aty. Këto mos hutohen. Po. Dhe besoj që duke pasur parasysh sa është gjatësia
e supermarket. Dhe kohës për mua është më se mjaftueshme që çdo konkurrent mund të marrin ato. Llogaritit kishte qenë më e gjatë, ja 5 metra. Prandaj po them që për ai për gjatësinë që ne kemi, për ato do nuk duhet të vinë para produktit dhe të hutohen, të shikojnë ku është ky apo. Atëherë e kemi kohën, mundemi me shku me garën. Rezia gati me 40 minuta. 3, 2, 1, filla! Hajde! Bukur shumë! E tash miste mi dashtën. Pa ko, ecë pa ko. Unë du me i ftu 2 mysafirët që janë këtu në... Do t'jenë mysafirë në studio, e që janë të jashtëzakonshme. Njëra prej tyre është një valltare fantastike. Kur thon fantastike, është për një fantastike. Është valltare e asamblit shota. Edhe çka më pëlqen mu shumë, sepse është vajzë ekstremisht e mirë. O shumë e dashtun, shumë punëtore, edhe e dën veshjen tradicionale kombëtare shumë. Ftoj në skenë artisten, valltaren e ansamblit shota, Kaltrina Saliu. Faleminderit, knatësi. Që dilë si të? Qështë ta? Le të shojnë edhe shikus, që veç fa veshjet bukur kemi, ja. E qka është kjo veshje? Veshje hasit. Veshje hasit. Normal edhe me drasat, po sot pak ma thjesht ko marrë. A të më thonë me drasat? Me drasat në në po. Këshorë me drasat ishe doshtë me ikshtë? Po. Sot pak Ama qësa e bukur veshje? Faleminderit shumë, po është dhe ma të bukrat që... Unë të kom pas të regu dhe ma herët që kur të ashon një vajzë ose një mashkull, kur të ashon me veshje kombëtare, më duket fantastik, më duket 2 milion herë ma mirë se sa këto veshjet e TikTokut. A thash mirë veshjet e TikTokut, ja se nova. Kaltrina, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, knatësi. Urdhët lutëm në karrik, edhe të ndihmoj Kaltrinës me karrikën. Wow, Kaltrin, fantastike, bravo, bravo. Urdhët lutëm. Faleminderit. Qështë të mirë. A je mirë? Po, faleminderit shumë. Ratojo, taftoj me mysafirin tjetër. Mysafira tjetër është menaxhere e hotelerisë. Mirët me hotelerinë, me menaxhimin e hotelerisë. Edhe nuk është qas letë më marrë me hotelerinë. Para me dëni sa problemet janë, jo dhoma, jo boni kjo, zboni drita, boni ajo, ka vend, s'ka vend. Ka sfidat e veta. Ftoj në skenë, Burbuqe Pozhegu. Jemi së gjeta. Ka qurelja. Hajde të lutëm. Faleminderit. Si u shkalove? Mirë. Mirë, gëzohëm. Si u shkalove për festën e 28 nëntorit? A u knaqët? Patjetër, Patriot. Ani shumë mirë. Shumë mirë. Unë po ullëm pak të mysafirët, edhe po iftojmë gëzimin edhe drinin dy kamarjera tonë me në shërby. Ka rend këto, përshre? Po. A, ka rend këto. A, Kaltrina? Gjetëm faleminderit. Po. Patjetër. Qëre me shfar kamarjera e pa. Kë gëzimi vishë një të kese e ka. Hajde. Një të kese e ka që si përmirësohet. Kështu shumë djali mirë, kamarjera jashtëzakonshëm, pedant, bukurësh. Ky veç e ka një të kese se i shkon muhabeti me mu. Shtë e ka të kese. S'tu ka gabim. S'tu ka puna mirë. Faleminderit shumë. E, mirë se keni ardhë. Gëzuar. Mirë se ardhët. Faleminderit shumë. Pof mirë. Suksese. Burbusa, po duket interesant veshja e Kaltrinës? Po shumë, më rasti si erdha Kena edhe... bisedu. Kështu e një si veshje e di cilës krahin Po. është, kështu që edhe Kaltrinës firin shumë për. Pa Kaltrinë, mo?
Po, shumë bukur, Kaltrina A Spirek. ke po, diqysh, unë e kom qef ndarësma me valzu shumë. Shumë kom qef. Edhe unë. A po, a? Bile kështu ka njerë thojnë për familjen teme, thojnë këta si mi ovnu zhetonin, a më din ovnu zhetonin edhe lëshën, kështu të snalë më ecë. A ju duket puna darsmës e çuditshme kur dikush shkon darsëm edhe rri nervoz kështu. As vallzon, as kështu. E duket e çuditshme. Valla po, se kur të thien dasëm do të edhe me di që Do të mu dallu darsma prej prej ati që shkon- nervoz ose në kafe kur të ose bo zot vdekje. tjetër. Ha? A ju atë kanë ndodhur ndonjëherë me vallzu bukur këtë mu knas, po me pas që dikush. Nejtë musafir po. Ha? Kanë këshyrë në shtje dhe mbrëlt. E pse? Do citata, nuk do me thonë Janë që... ata të moshës po, në shtatë që janë pak Jo, ma... mërë ka dhe 3, Po edhe 3, po... edhe mosha jam e 3 ka. Po isha që janë krejt angazhum, shtë vazhdim. Po. Nuk po... Rana i herë që po mbjen sy dikush që po është ullë dhe nuk po Spetan, vazhdim. po, që spesh janë dasme nëse. Ama dhe po varet krejt e pjatë atmosferës këngëtarit. Po janë shumë gjana që... Shumë gjana janë shumë faktor. Po. Ma diqysh ti vet fakti kur të nisësh ndarësëm, pedim se po shkon një pregadit psikikisht, emocionalisht, aty do të më shku me kësy. Katrina, ja martua, jo, a? Jo. Burbuse jo? Unë jam e martume, kam martume. 2 fëmijë, kështë që... 2 fëmijë, pas fëmijë të gjatë. Ka kohë që... Katrina, për shkak kjo të vallëzues ka kohë. Sa atje, sa këtu u knasit të shëtit. Vetëm. Si ka e me më tha, bab, po du më bo valtare. Thash, pse tha se knasna të shëtit. Dhe mire A, ko. që shto është e vërtet? Vërtet. Po në me. Pa i tash në festivale, po thuj se gati 2 herë në vjetë shkojnë aja shvenit. Qka? Ta skalon ven pa shëtit nga përket botën. vërtet është. Edhe para meje, edhe Tjetër, tash që shota me mo. dhënë. Unë jam rrit për mendoj, unë i kam krejt 18 vjetë. 46 vjetë, unë e prej se di vetën e ku majtë me në shota. Po është i vetë me ambasador i kulturës që manë. Pa tjetër edhe pjesë tjera që janë. Tjetër, po shota Mbrella në ministri, po na e shota është e përkushtojnë na. pazavendësueshme. Unë mendoj që shota është një aset shumë i veçantë kulturor i kombit shqiptar. Jo vetëm në Kosovë, po kudo që ka, sepse edhe në periudhat më të vështira e kanë majt shotën, e Roma kanë kanë kultivu vazhdu. muzikën, Ka pare. këngën e bukur shqipe, vallën e bukur shqipe, në raste të ndryshme ku na e dim ku ka kalu Shumë e Kosova. vërtet. Unë nuk e di që shkan ik, po kanë tregu këtash Po. janë ende kolegët e mi edhe Tjetër. kanë tregu që... Tregom Cëla është ndjenja me të qenë valltare shotës? Po, normal, Po, me krenari. Për një me, po. Krenari. Po, shkrenari. A njofi njerëz në për rrugë, Kaltrina? Pa, më njohen. Ka dhe që më njohen, ka dhe që jo. Se për shembull tash ti qështu s'del në rrugë. Jo, s'dal, kështë nuk është me të pone, Katrina, o Saliu kjo. Se kur del nesër, i thojnë e poshtë njone kësaj, i thojnë e poshtë njone, kishtë dash me veshje kombëtare ti. Definitivisht është ndjenjë e jashtëzakonshme. Vetë fakti që prezenton Kosovën. Tregom, S'ka ndjenjë më të mirë. ku tu ka tërqedh trupi për publikut? Po të në cëma një vend, ikon... Ndoshta që ta shte herën e fundit që kemi fitu vendin e parë në Spanjë, vitin e kalu, po. Ku kanë qenë pjesëmarrës rreth 8 shteteve dhe shota e ka marrë vendin e parë. Mirë, Burbuse, mu marë me hoteleria, është problem, bë? Po, është knaqësi. është edhe knaqësi. Definitivisht është shumë knaqësi, derisa e bëj unë këtë punë. Unë me profesion jam gazetare. Po Gazetare? Po, Që... është që e kom praktiku shumë. E kapi gastaris në hoteleri. Unë kam tradit familjare. Haj, more vesh se me gastaris u më bane. Jo, nuk është aty, se gjithë punë që e bën me dashni arrin sukses edhe vjen edhe parja. Nëse sarin kur gjo arin për mbushje dhe pasuni shpirtnore. Po, e vërtet është shumë. është thjesht familja jam gjithmonë është marrë me gastronomi. Vi për një familjes të madhe gastronomsh. Kam aq që jetojnë në Zvicër, bojnë këtë punë, babi ka qenë një kuzhinier i mirë. Jashtë vendit në vend, kështu që edhe unë e vazhdova Babi kuzhinier, a? Po. A ka pregadit në herë të shpije, babi? Shumë shpesh pregadit babi. Se kom digju që kuzhinierat, përgjithësi kuzhinierat nuk pregaditin në shtëpi vet. Jo, babi pregadit edhe është një kuzhinier jashtëzakonshëm. Edhe pse tash është pak në mosh, po... Që ne mendoj kështu, që kuzhiniere më të mirë në rruzullin toksor se nona eme s'ka.
Fshimi i nanës është- është... është e vërtet, edhe Na unë vrek. i ma shumë Që për shembull, kom qenë në restoran atje në Shkup te Vlat Kognenovski. Po. Fantastike. Vajza jeme zgjedh shumë ushqim. Edhe aty i ka fshi krejt, domethënë pjata parë, pjata dytë. Te profesor Naim Bashpili njëjtë fantastike. Po kur nonës teme sun jam ujt i kërkosh, nuk e di pse. A keni dhënë që të ndjejnë Po, shumë e vështirë, ushqimi i nanës të krahasohet. Me të tjerët, zespret. Edhe me kuzhinieri më të mirë në botë. A di pse po them kështu? Se po m'duket gruaja ime është të flajt. S'është guzukur më shumë. Do të thonë ushqimin e gruas sime dhe pastaj vjen ushqimi i nënës. Burri jam e thot. Se do të fal. Që ushqimi në mamës është i Se pas gjakovës. mandej do të më thonë ai polici çto mos të ishis më. Jo, burri jam e thot hapon edhe ja pranoj se unë me edhe vjera jam prej Gjakovës edhe ka ushqimi perfekt, si mami si A vjera. je Gjakovës? Jo, nuk jam. A burrin e ki Gjakovës, a? A është vështirë me tu me një Gjakovën? Jo. Për shembull, në lind komunin e kom shok i Gjakovës bëllë vështirë është. Kom pas para gjykime, derisa jam lidhë me burrin tem, po jo. Nuk janë shumë janë modern, nuk e di, janë tepër të mirë. Unë kam një raport tepër të mirë me familjen e A ndëgjojmë një këngë për bindin? Patjetër. A dhe bindin një këngë? Mike buzët maj si qeshi, syri ytë maj rushizi, reze djeli maj jeti, e vet mja moj dashuni. Rrugës atë moj kur kalo, zemën time moj ti e shpon, atë shikima moj kur t'andi, ti më mbush plota shumë. Kam tanë me jesi ti se du, ti që mi falë moj sytë e shku. Me asë moj nuk të ndroj, veç për ty moj, unë Mike buzët maj si qeshi, syri ytë maj rushizi, reze djeli maj jeti, e vet mja moj dashuni. Rrugës atë moj kur kaloj, zemën time moj ti e shpon, as shikima moj kur t'andi, ti më mbush plota shumë. Kam tanë me jesi ti se du, ti që mi falë moj sytë e shku. Me asë moj nuk të ndroj, veç për ty moj, unë jetoj.
Bravo, 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 bravo. A e din ti Nusja e Gjakovës, që komplet antartë e bendit janë prej Gjakovës. Po, normal. Krej Gjakov. Ko e një marë nënë? E një marë nënë, ku e një marë? Gjakovart janë për muzikë, për art janë të parë, definitivisht. Qëre, Familjen e burit tem ka shumë që mirën me po. Gjakova e ka një regull. Po. Po, bo këngëtarë dhe muzikant Gjakovë s'mun është më bo kërkën tjetër. O, që shtu lind? Dit. O, dhe bravo, bravo. Do thot, po, për një me është, kjo është shumë interesant, që pa e kalu testin në Gjakovë, ti s'mush me dollë të tërkon. Edhe është mdukët, më zgabofsha, qyteti nështë edhe i vetmi që nuk ka kësi këndime që dhe keni shok jemi me një sprint. Po është komplet orkestra. Po, janë shumë, po, e marrin shumë seriozisht punën e... është komplet orkestër, edhe ju thëjnë tamaqar. Jo, nuk janë Po, si janë tamaqar, tamaqar? jo. Din ku me... Nësër që kom shku në Gjakovë, kom shku për një orë, kom jetë për 15 orë. Jo, tamaqar, nuk isha me thonë, kom mendu edhe unë, kom pas shumë paragjykime dhe të me burin tem, po jo nuk janë. Jërë me ekonomista, bravo, nuk argjoj pa lidhje. Po, nuk Që unë e qifti jam edhe i gzimit, në argjoj pa lidhje. A vëde, në argjojmë kur vjen puna, pasaj të s'kem. Jo, me Unë thonë... me thim visat të modë, visat, që unë e të një 50 eurë se vetëm. Edhe visarit argjume. Visarit tëtë, o atë unë s'kom pashasu si kom argjoj pro. Mu më ka ndimu puna e kësaj pjesës të menaxhimit të financave, burri jam gjithë më ndihmon, se edhe unë jam e keqin këtë aspekt. Ama jo, tamaqar nuk janë. Jo, më që, s'kom lidhje me tamaqar lak. I hargjojnë aty ku dohet mu hargjoj tjetër. parë, ja. Së më tregove ku ki posë më, po në Spanjë, falë, sa e përshe, kom njësë më plakë dhe po harrej. Mosha për bëjket vete. Emocion është çdo herë, po. Tregëm, Nikon ka. ndarës ma kur të shkan. A je ajo e para që dhe që valza? Po, valla më thojnë bilet familjes, kur t'jom musafir, po me nëna i ka. Po, gjithë. Pa me no me shku ti ndarë se me ti mos me valzu, ves logalete. Jo, Kur nuk ndarë se më duhet s'ka ajo. thirë mo. Jo. Ma e kur heq, as ditlindje se kësha thirë. Se ndarë se më se jo. A ka mundësi me ditë pse për shembull Vera e Kuqe, tash, më herët në emisionin e kalum me 30 nëntor, ka qenë Vera e Bardh të Avelinë. Po sigurisht ke pas ushqime desit. Po, ka qenë peshku. Shkon ma shumë, Po, ka Vera qenë peshku. Kuqe shkon me biftek. Do të për që do, edhe më kam su, edhe unë e shijoj ma shumë kështu. dorë kështu, rap, 45 shkollë, si robot, Edhe me pi, me shiu më. po sepse E kena verën e vendore me nisen? gjithmonë. E kemi Në qëre, emisioni Master Service Chef, është një emision i cile përveç kuzhinjerve që ju apsin me i promovu, mandej me i shfaq personalitetet si ju që kanë nevoj qytetarët me i njoft, se fatkeqësisht, jo shumë shpesh personalitetet si ju i shojmë në për media. Ja, për hapësirë e vërtet. A, qështu? Po. Në shto unë gabaj, por zbesoj që gabaj. Por gjithësi shojmë personalitete fatkeqësisht që nuk mundet një fëmijë mu eduku për ati personi. Nuk mundet me mësu diçka për të ardhmen. Dërsa, Master Service Chef, bashkëpunim në partneritet super të ngushtë me RTK-n, mendojnë që është obligim në ekran me dhonë gjana edukative qytetarëve. Tu e gërshëtu arktimin, edukimin, sensibilizimin, edhe tu qitë njerëz në ekran si une, që mi thonë për shambull qërë vetë që shtë zbanë. A më këptar? Por, është knatësi kër e shë për shambull një tri, sot, këm vrejt, që ja kanë fillu me dasht muzikën popullore, me kultivu muzikën popullore, me i dasht veshjet kombëtare, besa. Shumë bile. Ashtë dhe na përdasma, mo. A shumë e mirë. Unë më kujtojt vitet 90-a Kaltrina, kur dilshim në për kafiterin, kafiqa, ka qenë një farë turpi me shumë muzikë shqip. Po. Sot të smunë është me majtë lokal pa muzikë shqip. Edhe shumë e mirë, bravo i qoftë. Po bo një farë të ndi mirë, po edhe unë e kom qenë disa koncerte të ansamblis shota. Aty më do këtë biletat shqitën qatë ditë që dalin, se s'mesin për tesë. Po, se për shkak që edhe teatri është në renovim,
Edhe gjithmonë ka qenë që është. Mundësi me... Edhe kur shkoni dikun tjetër në përvise tjera... Po, ka me njerë, po Gjithkon, vlerë. Po, me gjithë... A, që është? Aja vlen mu marrë me vallëzim, a ka farë rroge? Po, shumë mirë është rroga. Po me, a? Tash është rritë halama shumë. Jo mirë është. Po, Se në vallë do të me mësu nga të parë në ardhë ati për jo? Jo, po, moshëm, bre. Po thua. Si plëtson kushtet. Se ona po dokna vësar demondi që më po shuna. Jo, më në një miri. Unë me u vetë, pa Sa është mosha? Po, për djemë është për moshës 20 dhe 23, 18 dhe 23, edhe për femna një. Nuk pranojnë matë vjetër ose matë. Jo, pas kam faj. Jo, është kriter. është puna energjis, puna e... është. Me pas kondicion. Po, tani do të me menu që jetë deri në penzion, do të me majtë vetën me kondicion sa... Ju nuk hani gjithë shka? Muno me rujtë, valla. Me thonë drejtën, po. E sidomos tash... Do të më urujt. Do të më rujtë. Dush me pas kondicion të jashtë zakonsh. Valla, po. Se ka valet shpejta, ka valet nga dalshme, varet. E unë e Do me thonë, çdo herë me kanë kondicion, po, me pas... Cila është valja që ty mas shumë ti të pëlqen? Ka shumë valle, po ndoshta vallja Ne nuk di drenicës... që ka vallet të keqe shqiptare. Por cila ty të pëlqen e bërë me mas... Vallja e drenicës, besoj. Vallja e Drenicës. Vallja e drenicës, Edhe është Rrugovës. dhe shumë vite. Po, edhe Rrugovës pa tjetër. është edhe një festa e bashkimit, që është gjama dani i vit. është shumë valle epiko-lirike fantastike, është shumë e mirë. Fantastike. Edhe me këto valle zakonisht na gjithmonë i marrin venet e para, me këto që janë ma me energji. Po mirë. Se normal jashtë vendit nuk të kuptojnë kur ti bën valle ma nga dalshme, normal ishin gjithmonë ma. Apo është më ma të regu dikon në botë që ka gju, valle dhe muzikë më të bukur. Jo, s'ka. E po qush me marrë verën e dytë atë. Jo, s'ka. Shumë e vërtet. Krejt vesin, krejt. është fantastike muzika shqipe, është, po këtë di është perl edhe do të me kultivu qatë shumë edhe me rujt me fanatizëm Shumë. me shpërndane për gjeneratat të reja. Sepse fatkeqësisht rrjetet sociale frigona shumë që kanë me fillu edhe me ndiku, nështë edhe me bastardu edhe me zhduk. Shumë e vërtet. Qala jo. Por, është emisioni dytë, Master Service Chef që djemt komplet bendi bojnë kongë shqipe. Pse? Ka shumë këngë bukra tonat që i përshtatet edhe ambientit. Po jo, kështu unë si musafire kur shkoj e shoh që zakonisht kur hi në për hotele dhe në për ato restorante që i kanë janë përcjellën me jazz, me muzikë fletë, të huj. Njëherë, pas luftës, ka qenë një lokal në Prishtinë shumë i njoftës që ka mojtë muzikë rock e kësi zona. Edhe rasisht të pata njoftu në atë lokal, dikun ka gjysa natës, Qise, po dhe bibliotekës spasik. Edhe unë njoftum, a ishte Amerikanë. Po. Edhe tha, unë e pashe ma herët valzejke shumë. Mirë po ma vonë, nuk valzejke. Edhe ku takum të marë pije, e shanku. Edhe thash pëse ma herët valzejke tash jo. Nëse ma herët pat muzikë shqipe. Thone për mingullet Zeppelina tha shkojnë DJ Pink Floyd atë falë. Për mi digju Pink Floyd tha shkojnë DJ live. Kom nevoj tha se së ne bëni originalin e Pink Floydave. Që që tha mu m'la përshtype shumë kur digjoma muzikë shqipe, se që ki DJ muzikë shqip. E kemi Se muzikë. që unë mendoj që edhe turistat edhe gjithë kështë vlerëson ma shumë nëse ti ja plasën ato tondën, si ushqimin, si muzikën, si veshjen, si gjithë shka. Pse nisim na me dalë me veshje kombëtare në qytet? pyetje me vend, po nështë... Sinqerisht. Po dhe, po çdo ditë me dalë me veshje kombëtare, s'po. Po mos me dalë çdo ditë, me dalë çdo natë. Qëra e di që kolegët e mi thëshin këty nërë kur kanë shkuna për diskoteka, kanë shku dhe me veshje kombëtare. E kanë kry paraqitje në koncerte dhe kanë shku. E qysh për shkojnë mu që vello në diskotek mas dorës, mësa për shkojnë? O, ka plët raste, ku shkojnë. Ka raste. Ne vazhdan. O qështu, gzimi po. Ama nuk ka darsëm, shumë rale heq, që nuk pa marrë parasysh çfarë darsmë është, që nuk e vendosin muzikën tradicionale ose një valla, diçka, po. Sidomos që po bën përshtypje që rinia, dhe pse po lindin e rritin jashtë, shumë po e dojnë traditën edhe sa herë që vinë, po, sa herë që vinë ulem i flasim, gjithmonë e kanë atë kërkesën, qysh m'ja bo me pas valle popullore, qysh m'ja bo me pas një instrumenta, dhe gjithmonë kanë qef me vendos. Hyrje zakonisht për
ka fillu tash edhe pak më undru, se për shoh kohën e fundit për i bojnë edhe me tupana, me këto tradita tona. Sidomos, unë po thonë, po më bë shumë përshtypje fëmijët që po rriten jashtë, edhe halape kanë dashnin. Po shumë të qëtëshme kur t'ishe mërgjimtar, Pa diskutim. mërgjimtar të kalin fëmiju i ka bo 25 vjet atje kalin. Edhe i din këtë kongët, Po. Ma mirë se na i këqeni. ndigjon çdo ditë, i kultivan. Po. Bon video, edhe mandej jo rasisht Shqiponi o bo simboli ma i njoftë në botë. Po. Sepse po e bojnë edhe të ujtë, e bojnë edhe gjithë kush, ha? Po, e vërtet. Sepse ata jetojnë jashtë mërgjimtar tonë, në Amerikë, në Angli, në Zvicër, në Gjermani, edhe nuk ke të huaj që se din çka është Shqipëria dy krenore, këtë e di. Shumë e Po vërtet. është simboli ma i famshëm momentalisht. Po, shumë e vërtet. E pse na mos me kultivu këto qatë shumë? Po di, ndoshta prindrit që shëta dhe kjo, të dikush është meri, të dikush do të prind ndoshta me i fol fëmijëve Shkollat? për traditën, për kulturën, po edhe shkollat, se jo. Se për Mire shembull, kinë qa drejtim, po, unë e komendu kështu. Pikërisht. Nëse ti e ki artin figurativ, si lëndë, Po. ose se mos me boni lëndë zgjedhore, po me pas të obligush, no? Me zgjedh një lëndë ku ti aty flitet për traditën, për veshjet Tash na jemi të e për bo. vallëzimin. Jemi të shkona A jemi të e bo, Po jemi të e bo. Okej, Artin në në shku në shkollë qikës teme? Nuk e di, vallaj. Sot kanë qenë dy shkolla për ndryshe. Po vinë edhe të na në ansambël, po edhe na shkojna. Që sa bukur. 5 çifte shkojna, këtë veshën me veshje ndryshme, i Aty prezantën në veshje. klasa, Po, në varet, ndoshta edhe në sala ku mojnë volejbolle që se sene. okej, po. Po, ma shumë zanca që i bojnë 2-3 grupe. E mirë, Edhe të prezentojnë, tash po të interesan masi pi bëjshit këto vizita. bojna. Do që edhe na Po i bojna. për biletën e për do gjana. Pra, Kështu që Qysh ti presin? Tepër mirë, tepër A mirë. janë të entuziazmu Po fëmijët shumë, për edhe rrinë mësu sa më tepër, shumë? edhe marrin shumë qëtësi. Kjo po Po, më befazon ka njerë. Do të jenë shumë të interesuar ata me Edhe bojnë mësu. pyetje. Bojnë pyetje, ja? Nisim për këta, po, pa tjetër bojnë pyetje. Të habisim, besom që po. Edhe me Shembull- muzikë shkojna. Po, Edhe këngëtare ka që... aha, edhe këngëtar, okej. Po, edhe këngëtar. Okej. Se mos me dojnë me pjesën në rrugë? Po, më gushton. Jo sinqerisht. Varet që Se me dalë me një kasket, ku ta diun një ekipi futbolli atje, dikon në Itali, ku ta di në Franca, në Gjermania. Plisat jemnojnë ma shumë kur ka loj, Kosova, kur lunë Shqipëria. Do i më Te na pak ma gjota i tepër na patriotizmi. izmi shpirë që e kemi. Po jo na i ma isë në Shqiponi. Po e be diçka. Hajde. Morim iniciativë një shtim këtë me mojtë plisa. E mojna dhe. A boj? A dalim një ti me veshje kumtarën me ples? Me plesë dhe po Me do. veshje tërë që të po dalim, pse? Turp është me dal keq, jo me dal bukur. Atet. A, qështu? Edhe 8 minuta e 55 sekonda ju kanë me të garuzve. Apo ju do këtë interesant, që po. Me bashkë Po, nena. këshyrë këtë djalin këne. Valla po. Unë jam fan se këtyre emisioneve i përcjelli shumë edhe po më duket që bajagi mirë jeni pregadit edhe kështu që po më pëlqen. Si Seriositet. koncepti, si juria, ambiente shumë bukur. Kënë shumë. E për ushtim halo të kemë provu. Mi përsët, i gabushëm, këtë projekt e mune. Jo, unë po menoj Po thua? që ti i duhuni. Unë e menoj që nëse nëherë dikush më ka mallku, mu, është që më ka thonë kime punu me Visar Demollin. Po edhe unë kam punu me Visarin. Edhe ti ke punua, për shkak, po, Punu me Visarin. Visar Demolli është, po, shumë i dashtën në kështu. Po. Ekstrem i dashtën. Bashkë aty është problemi që është i dashtën. Që të mashtrën, hajde merrem me vetur, pritëm, çëm. Po. Edhe do s'pja përmeni jam i gzimit, se s'ka kuptim Edhe tash kemi vendos krejt me bo një peticion, një referendum dojna me bo, kismet krejt Kosova, me vendos Visar Demolli me marë patent shoferi, me imi majtor. Halo të ka marra. Edhe une ko me qenë njeri maj lumëtur kur të më vëzit Visari mu, para me në kur të thiri, Visar, hajde merrem. Si zoj ko me dollë, tak, me jetë një në të Pritën marrë të karant. Jo, Visari është i jashtëzakonshëm, është entuziast, është përdori madh. është shumë Është pak profesionist. problem me ndjek Po, dinamikën edhe rutinën. e vërtet, është shumë energjik, edhe unë Po një... tash çka me bo, taksirat e kom pas me pas shok. Jo, më përmenoj që është nderë me pas shok Visar. Pa tjetër që është derë, po bëj shaka. E di. Por, knasit se ta. Po, të shumë, cili po fitan në fund. Po. Që jo mërmenja, kush ka me fitu? Mos në ndigjojnë.
Po na nuk po shohim që ka Nuk po po të shohim kur gatisin e qishte, edhe kisha pas shef. Apo do një mu që në kamë edhe kish mja dhonë një rend, me vizitu, mos me folë kur gjë. E tani me Thejmë ta... këtë regullat. Se nuk lejon mësafir. A i thejmë regullat. Kaltrina e gati? Dhe po duhet dhe me defilu me veshje këmëtore. Hajde. Hajde. Në është tas në shajuria. Qëre, qysh? Punot? Jashtëzakonshme. Po më vjen mirë që në juri e kemi edhe një shefe të kuzhinës. Po më vjen mirë që kemi edhe një shefe, se gjithmonë janë. Po t'ile në qefe. Po, Ka qaj tjetëri me papak, edhe tjetëri. Verën e suar në tavolinë. Se edhe tash që të Kosovë. Edhe me i po, me i po garus. Vishtë këthejemi pak ka kamerat se kanë qef me na pata. Mirë. Po gëzona Delinas që ka edhe një shefe. po, jam shumë e lumtur. Faleminderit. Po gëzona. Normalisht. Edhe kemi bo zgjedhjen e Që duhur. kanë mu shumë, edhe pse kemi, Patjetër, kemi, po. Edhe i kemi... duhemi mi pas edhe garuse këto. Po, patjetër, Dhe pak. uroj Po që... t'ko. Me qenë se më kanë edhe mu këtu një uri tash. You like- Of course, This is Albanian old traditional. it's beautiful. Zonja? Hasim. Hasë. Veshje nga Hasi. Po veshje Hasë. Do you know where is Has? They make handmade. Yes. Handmade. That's why I'm... Everything is handmade. Pyta Vlat këna po të pëlqen veshja tradicionale, tha po shumë, po pyt, a është e punume me dorë. Po me dorë. Do të këto gjana, ose e din nuk s'mojnë më bo në aspektin industrial, E ja? vërtet, e shumë. I hupa e Art. shqisia. Art. This is art. Of course, handmade. Yeah, this is art. Sometimes we must think to back, where everything begins. We must think to back, to go Dhe 5 minuta. right. It's important Our to back. eagle girls. Yes. Our eagle girls. Yes. Me që jemi me 28 nëntorë, i thëmë vajzat tona së Shqiponja, që shjena, Faleminderit. Shqiponja. Ulemi? Shumë. Apo do mi këshyre dhe atje? Patjetër. Vedojna votë. Vesh kujdes më spektin diku se mundet me qenë edhe Jo. mundëmi edhe mu djeg. Nuk konsumohet, kam ta që A di që kanë të thonë që tash regjia, për shembull Kela. Po, Kela tash është të mëndku. sa qena shumë. Pse thotë gjithë më del prej skenarit. Kela, let na falë sot. Kel, Let çka votë. të Dhe bëjë? here patëm na fajnë se na kërkum. Fali u koft, po thotë Kela, fali u koft. E ndeshëm. Kela dhe Artani, dytë. Dytë tash bojnë. Kështu po më thotë se garant është të thonë diçka. Mirë po duket të shumë, fitov me Çka me ta boni vallë? Bendi. Po dhe bendi. Po, s'ta është mund që me këtyja. Mama. Jo, a di qysh bendi? Kur të martohet Kaltrina, kur të martohet, ma në mena, ma, mos bëgaj gare. Sekreti kitë kryve. Urot, keni me shku të Kaltrina me bo muzikë. Qfar rafë që je, po më s'ka problem. Alo, lidh, Kaltrina po martohet, tani më shka me bo ma jonë tash. Qa me bojë? Vete mërë ka martohet. Ka pare. Qysh marë pa pare me shkua, kamarierit që. Faleminderit shumë. Ameno, tavolina nusës me dhodin, kamarierin tap aty. Vejt pa pare. Ma mirë. Faleminderit. Që organizimi prej. Po i kryka. Uqës, Edhe veç me në shpem. Fisari është shoferi veturës nusës, dhe lende atër. Hajde i shola. U krynë gjonat. Kuzhiniera sot dush, shefat kuzhinës me zgedh. Cili? Mina me bo kështu. Një orë gatun njoni, një orë njoni, ko sot dush. Shefa sot dush, ko. Edhe 2 minuta e 38 sekonda i kemi deri në përfundimin e garës. Mirë, sa i frekuenton restoranet në Kosovë ose jashtë? Në Kosovë, varet sa kemi ko, e jashtë venit qka të na qesin. Çka Në për qesin? festivale, po. Varet normal. Kësi restorane me kogja protokoll, a i preferan me shku me i vizitu? O pse jo, po. Nuk ka që edhe nuk shkaj. Së që i bëj çdo herë publike, për shembull, dola që to ose... Po mirë.
Atë pengon, dyjave pengon postimi i ushqimeve në rrjetet sociale. Shumë më pengon, sinqerisht e thëmë. Na shti çdo ditë me qitë se kam njerëz në Instagram story që çdo herë ushimin e dikush menoj që se ka, e pak tani që ajo pjesën pengon. Se nëse den me një eveniment qëllum ose diçka, është normale. Unë e shoh vendin ku punoj, kushdo që vjen aty e shoh shumë shpesh, sidomos femnat, që e postojnë, edhe nashta nuk e kërkojnë ushqimin ma të shishëm, po e kërkojnë ata që duket ma bukur. Po da, për shembull. Po. Një dalë foto ma bukur. Është shumë e vërtetë që postohet shumë. Pse? A ngjihet njeri më shumë nëse poston foto në ushqim? Edhe ushqimi është art, kur duket bukur ka shumë ngjyra. Nashta ajo është një farë tërheqje. Unë kalon përshtypje diçka të ushqimi në restorane, se po ndërprej fal. Patjetër. Restorani nuk ishte për me shku me unghi, ishte për me shku me degustu me shiu. E vërtet. Ndërsa ku shkon Agim Kita, shkon me unghi. Edhe kur më thanë mu, është për me degustu me shiu, thash për me degustu me shiu, s'kam kohë më atë punëve. Që pa. Po nuk ishte për atë punë. 40 sekonda. Po edhe ngihesh realisht. Se ki disa pijata të cilën e shijon edhe... Ngi është për herës, po zanë. Që unë e për jo që më ngi për më shumë në emision. Edhe jam të vrejt një sanë që unë e po mdokët ja ku mu trohë shumë, ja ku mu dopsu shumë këtë emision. Njona po. Am falli tash veç pak, veç ta përfundojmë gara. Jemi 80 sekundat e funit, 16, 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Përfundoj. Mirë. Po? Dy garuzët kishin përzjedh produkte të cilet koha ishte më se mjaftueshme për të dy. 40 minuta që ishin që kishin në dispozicion, me recetën që kishin zgjedhur dhe me pjesën e miqit që ishte filetoja, pjesa e perimeve që ishte, sepse të dy grupet janë sjellë me perime me këtu, dhe koha ishte më se mjaftueshme dhe nuk besoj që ne duhet t'i tolerojmë të kalonte as 1 minutë, sepse kishte një kohë më se të mjaftueshme për të sjellë dy pjatat. Pastaj pjesa tjetër, ne do ta diskutojmë ku ishin gabimet dhe ku... Arianit, a e sjell t'lutëm pjatën? Bashkë me menun. Bashkë me... menun. Recetën. E mësuar menu recetë, gjithë kohën gabime këtu, sepse do t'i bashkë me recetën. Në ndërkohë për duhe me falenderua dhe njerë që sponsorët tanë Yasin Metal, falenderoj shumë për këto super pajisi premium që janë në të dy bokset e kuzhinjerëve. Do ta filloj pa... Vaj Flojl. Do t'ja jepja fjalën përpara Vllatkos. White Garden. Prezantime. Minex. Tenda 3. Artatex Group. Princi Arbit. Premio. Prishtina Gas. VG Dekor. Ducato Di Mantova. Eurover. Organic Fruits. Agronika dhe shoqata për promovimin e hotelerisë dhe turizmit në Kosovë. Faleminderit shumë. It's not Kalja që. Kalja. good. Mira, Yes? Yes. all right. It's inside the one standard. It's Është brenda standardit. because we have passepartout, enough the importance of the dish, of the meat. It's Pjesë e prezantimit është Yes, okej, pjesë e yes, prezantimit yes. është okej, mënyra se si është servir është okej, por teknikat që ndoqë gjatë ka disa për të folur diçka për pjesën e teknikave Let's që pick, janë gjatë pjesës së dhe unë do ta fitoj që është fillim fare ke pjesa e menus, ne kurse ke pjesa e recetës. Ne kurse jemi që duhet i shkruani gjitha. Isha intencionuar edhe Okej, iku kjo e para. E dyta, dhe ku ishte pjesa e filetos, janë mund ti çfarë pjekje ke por? Ta nisim më mirë kështu pyetjet. medium Medium. Medium rare. Okej, medium rare.
Okej. This is very well done. Pra, e ke kaluar komplet pjekjen e pjesës me se më mund ta prezantoje. Pa e thënë me ty, sepse pjekjet i shikoj edhe vetë. I kjo është më shumë se medium. Më shumë është. Ju bof mirë. Faleminderit. Ato të do më nëvo me lanë në mënyrë në aldente të zënje. Al dente. Patatet janë perfekte. Potatoes al dente. Atë pjesa e patateve. Rrogën e ke lënë al dente, jo patatet. Broken po, ke lënë si duhet. How old are you? Sorry. 27. 27. 27. Yeah. And what the lemon for? Çfarë limoni është nek? Portokall, orange. Orange. Orange, okay. For what? Dekor. Solo dekor. Edhe diçka që unë thash në të, kjo nuk konsumohet. Po. Dhe thash që nuk dua masi diçka në pjatë që nuk konsumohet. Vetëm të konsumuash. Konsumohet, sepse I think this you don't need in the plate. More elegant without this. This is my opinion. I don't know. Ma elegante është nëse ato nuk janë hispa. There's nothing matter with the... nuk shkojnë fare. Bojnë kurrë me këtë pjesën tjetër. It just, you broke the elegance. Faleminderit. A vazhdojmë me tjetrën? Merë të lutëm pjatën. Edhe resetën. Faleminderit. Hajde të lutëm Valmir. Radha është e Valmirit. Dhe Adelinës. Adelina? Vazhdoni jo. Jo, vazhdo, sepse do ta më thallë. Vazhdojmë. Unë e kam këtë pjesën e kreativitetit, ma të se mu nuk më takon edhe ti për mu... Unë qenë se ka fruta, edhe unë përndaj thash që takon ty a e parë. Pjesa e dekorit, sa këtë pjesës. Dhe këto është paket e plume. është shumë e madhe. Okej. Prirja e portokallit, do me thonë nuk e ka një lloj finese që ashtu dasht me konë në proporcion me biftekon. Për shembull, për mu. Po, sepse po të gojësën sa gram është portokall dhe sa gram është filet, më shumë kemi portokall, që s'ka as i lloj punimi. Okej. S'është punu fare, është marrë vetëm sa shprehje. Pjesa e limonit mandej nuk më duket që nuk për mu nuk ka qenë e nevojshme në këtë pjesë, sepse nuk ka, po, është pjesë dekorative. Laramani është ajo, nuk është diçka. Është një laramani dhe më Po, laramani e frutave, po tashti do të edhe diçka, do të në këtë rast, në pjatë do të me pas diçka që shkon, në rast e preket me këtë me frutin, për shembull, në këtë rast, që e kemi limonin, në rast e preket diçka, kjo është me aciditet, gjithashtu edhe kjo. Çfarë pjekje ke bërë? Sepse medium plus. Medium plus. Për mua është shumë edhe kjo. Të dy, unë në moment që e vendose mishin, po flisja me Vllatkon edhe me Adelin, që e vendose shumë shpejt. Pra, e pa temperaturën e vogël grille për sa. jo, se pa të mund ta kishte vendosur gati 10 minuta më mbrapa. Po, okay. Ne kemi drejtë që shikojmë ta diskutojmë, dhe në qoftë se ti e shikon diçka që për shembull që mund na sqarosh pse atë, por unë e pash dhe në momentin ato e diskutuam bashkërisht ne që e vendosë shumë më shpejt se ç'duhet. Pra, kjo është fileto. Dhe një fileto ti e ke vendosur qysh minutën e 30 e fjalë kisha 35 minuta kohë kur ke vendosur fileton. Unë kam ndjekur pash atë fileto që vendosur ti dhe pash dhe orën. Dhe sa kohë kishe. Po. Pra, do e vendosë shumë shpejt, mund prisje shumë më shumë, gati edhe sepse fileto për 10 minutë në fundit do dilte. Me mediumin që e kërkoj e ti.
Jo, po. This is side dish Është or decoration? domatinat. Konsumohet, Po, ama është do me thonë side dish i bjen pjesë ansorja. Ansorja, nuk është e brendshme. Mu hangër me... Jo, më në shpo, më në shpangër, po. Qështë e ke prezentu ti konceptin e? Qështë është koncepti i kësaj pjatës? Dhe me thonë, produkti kryesor normal është bifteke. Po, kuptot. Dhe me thonë pjesë... Si pasi, a do të mu hangër të ashtë për shambull, bifteki me spanakin poshtë, edhe gjithçysh edhe domatina me brokolin? Po, nuk është e detyrueshme në vorët të qamë, apo më kuptën që shpo të vepe shprejtë. E ke zi për ndokët mu domatina, dhe ja ke jek vetë levorën, ashtu edhe brokolin. Unë kam pritur nga ti, kur morë portokallin, dhe që parë të ndërhi, që të zhoj kam pritur që një nga këto, o brokolin, o portokallin, ose diçka do të kthej në salcë. Gjithashtu edhe. Kam pritur, mi fjak, një salcë ke kjo filetoja, kam pritur një salcë. Prej portokallit. This Edhe tomato domatinave, is tomato. excellent. Yes, for But me too. not c'entra niente with nothing with the beef. With the beef, also. Like Tomati është ekselent, njërë po s'ka të bëj kur gjë me It's not... Like I said, also for the lemon and this, so And this totally it's... unneeded. pa nevojshme. Pa nevojshme. Po, unë prita kur morë që atë, prandaj u stepa dola kundra rregullores pak, që të tolerova që ta merrshit dhe ti, se mendova se të dy do ta sillshit në salcë. Tashti tjetra arsye është pse kur i shohim na menyat edhe arsyeja pse jemi tu e recetën. Pikrisht qysh e keni mendu ju ose qysh e keni shkruar që aty që më jap pa kreativitetin se sa mundet me qenë një pjatë e pasën me gjitha që ato produkte që ju i shëndroni në një produkt final. Do me thonë në pjatë, këto tashti, të e marrë parasysh faktin që kemi, do me thonë, kemi përzidhje të frutave, mix me veggies, me perimet. Okej. Gjithashtu, që të trena kemi mendu që ju e bëni një salsë. Paktën diçka keni me nxjerr prej këtyne që neve më në ardhëm pjatë kështu pa këtë. Okej, e lëngshme, po. Edhe diçka do të shtrojë, më shembull, unë do të marr tash një filet ta shoqëroj me të portokallin. Nuk arrit dot për shembull kaq që të arrisë se duhet bërë pastrimi, duhet bërë, pra është diçka që thash sinqerisht kam pritur një salcë. Po. Nga ti kam pritur një salcë. So all the elements are beautiful. This is very This is beautiful, super, but, by it's himself. not for The elements and the very tasty. This I like. Very tasty, but nothing to do with the meat. It's not the... he have good techniques of cooking, but he must work on the plating part. plating and making... to make Për shembull, që ka me shëndru në një salcë, apo kupton? Se tashti, gjithmonë teknikat shkojnë në avancim të pjatave. Kuptohet që çdo sen që e marrim Normal. jemi tu mundu tashti për me shëndru në diçka tjetër, e cila shkon në përcjellje me qatë Falenderoj. pjesën finale që e prezanton. Faleminderit shumë. Faleminderit. A filloni tash ju juri e nderuar me notimin. Bendi. A e knojmë një kongë të bukur për Bendi, qa pjallë më nga. elegant. Hade deri sa është të e bo notimin juria, misdashtën 30-kës. Kjo është Master Service Chef. Sytë tu përshoj, tu asjanin ta që unë edhe djeli ta mbuloj. Ka një natë që unë se di, ka një det ku shtri heshti, ka një ndër që jetoj dhe më push dashuri. Buzët e ti të haruar, unë të plesu ndra lëshuar, te kujtoj dhe soqtë të gëtoj. Shuar të kujtoj dhe soqtë shtegëtoj.
ti të harruar, unë të presë nga lëshuar, te kujtoj dhe zoshtë shtegëtoj. Buzët e ti të harruar, unë të presë nga lëshuar, te kujtoj dhe zoshtë shtegëtoj. Me kovertë, sa bukur. Mirë. Na i mbashmiri për Valmir Gashin 40 pikë total. Për Arjanit Reqicën 45 pikë. Zlatko Ognenovski për Valmir Gashin total pikëve 25. Ndërsa për Arjanit Reqicën 65. Adelina Jashari Piknic për Valmir Gashin në total Adelina i ka vënë Valmirit në total 28 pikë. Ndërsa Arjanit Reqica nga Adelina Jashari Biknis ka marrë gjithsej 39 pikë. Ue. Totali i pikëve është kë. Yasin Metal nga Prizreni, lider në prodhimin e pajisjeve profesionale për gastronomi, kuzhina industriale, vitrina, frigorifer dhe frigodhoma me standarde evropiane, me 70% eksport në Gjermani, Austri, Zvicër e shumë vende të tjera. Yasin Metal ofron edhe dizajn dhe projektim të kuzhinave profesionale, si dhe një gamë të gjerë produktesh të importuara për gastronomi. Yasin Metal, cilësi që i besojnë profesionistët. Hotel Princi Arbit, aty ku çdo hapësirë të përqafon me butësi, komoditet dhe ngrohtësi. Ambienti relaksues dhe spaja e brendshme krijojnë një vend ideal. E kur vjen dita për të festuar, salla e dasmave sjell shkëlqim. Hotel Princi Arbit. Kudo që punoni, një gjë është e sigurt. Uniforma juaj ka lindur këto. Këtu pritet, këtu qetet, këtu merr formë. Arda Tex Group, vishu për sukses. Fitues i natës së sotme është Arjanit Reqica me 129 pikë, Valmiri 113 pikë. Suksese! Faleminderit shumë! Që dhe thëtë? Fituesi i natës së sotme me pikë, kuptojemi, nuk ka fitues dhe humbës në Master Service Chef. Ka vetëm pikë. 129 Arjaniti dhe 113 Valmiri. Të dy jeni të mirë, edhe unë të dy të këmarë me hongër usin. Se të këmë ko. A banë? Po mërë. Ha? I mirë sa urë. Valmin? Si u shohë. Mes të mi dashtën. Falenderit Juria, falenderit pjesëmarrësve, mysafirëve, falenderit shumë që ishit në mision. Qëndroni me RTK, ni. Edhe vazhdoni me ndjek Master Service Chef. Shkojmë bendi edhe natën e mirë. Takojmë javën e ardhshme. Kur më del në der, delin me që me
se s'më